përshëndetje gjithëve, jemi këtu tek zona e 5 majit, duke shuajtur vatrën e zjarrit shumë të konsiderueshme që është përhapur nga magazinat e tregut industrial. Kryetarja në detyrë e Bashkisë së Tiranës, Anuela Ristani, deklaroi mbrëmjen e së entes se zjarri në tregun e lirë në zonën e 5 majit ishte vendosur nën kontroll, megjithse flakët masive kanë vijuar gjatë të gjithë natës dhe vijonin deri në orët e para të mëngjesit. Tregu i lirë është nën administrimin e Bashkisë së Tiranës dhe në zonë operojnë qindra biznese të vogla, kryesisht për shitjen e rrobave të përdorura. Megjithse kushtet nuk janë shumë optimale, tregu prej shumë vitesh është burim punësimi për shumë qytetarë të Tiranës. Mbrëmjen e 8 janarit 2026, një zjarr i identifikuar pranë një grupi dyqanesh u përhap me shpejtësi, duke përfshirë pjesën më të madhe të tregut. Tymi toksik mbuloi menjëherë të gjithë zonën përreth. Për momentin, autoritetet dyshojnë se zjarri mund të ketë ardhur nga një shkëndijë elektrike aksidentale brenda në treg. Zjarri në hapësira publike, kryesisht në terrene të përshtatshme për ndërtime, është shndërruar në një lloj mode në Tiranën, e gjendur gjithnjë më shumë nën presionin e kompanive private të kullave dhe godinave shumëkatëshe. Disa vite më parë, një zjarr aksidental përfshiu mjediset e ish hotel Drini në qendër të Tiranës. Vetëm pak ditë pas shuarjes së zjarrit aksidental, në truallin e lirë nisi të ndërtohej një nga kullat më të larta në Shqipëri. Nisur nga këta precedent, edhe zjarri që përfshiu tregun e lirë të 5 majit ka ngritur menjëherë dyshimet publike se nuk është aksidental, por i qëllimshëm në funksion të mafjes së ndërtimit. BoldNews.al bisedoi mëngjesin e së premtes me të paktën 2 prej tregtarëve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në tregun e lirë të 5 majit. Edhe ujë që idhin që ja fikset e idhin vetëm këtu. Vetëm këtu idhin ujë. Se po ta idhin ujë nga lartë as i shkallë, as i gjohë. E idhin ujë këtu. Asnjë s'bënte, ishte edhe policia. Policia bënte se hirë. Asgjë na mbante neve sigurisht kriminal. Në pamje të parë, duan të besojnë se zjarri mund të ketë qenë aksidental. Megjithatë, disa episode që kanë paraprirë ngjarjen i bëjnë edhe ata dyshues. Kemi disa muaj që gjendemi në një lloj presioni nga strukturat e bashkisë, thot njëri prej tyre. Bashkëbiseduesi tjetër shtron pyetjen: a do të na lejojë mafja e ndërtimit që të rikthehemi në vendin e punës tonë? Pas shuarjes, tregtarët, por edhe opinioni publik, do të mësojnë nëse tregu i lirë do t'i rikthehet qëllimit të tij, apo në zonë do të mbërrijnë fadromat e ndërtimit.